ajo akuza më e madhe që u bëhet juve të Lëvizjes Bashke që ju jeni marksist modern. Tani, është në, po themi, në botkuptimin politik të programit tuaj marksizmi? Shiko, apo dhe leninizmi, se me që e thatë ju referuat. Shiko, do të them diçka që nga botkuptimi, le ta quajmë marksist i shekullit të 19, kanë dalë shumë rryma që kanë influencuar mendimin politik edhe bashkohor. Pra ka dalë rryma leniniste, staliniste, trotskiste, po të hymë pastaj me shumë enveriste, po ka dalë dhe rryma socialdemokrate. Pra është dhe rryma që sot socialdemokracia nga e Marksit ka dalë. Po padyshim që është ndikuar nga qasja e një lloji socializmi brenda sistemit kapitalist. Pra një sër masash që shoqëria ndërmerr, shteti ndërmerr në mënyrë që efektet negative të kapitalizmit të kontrollohen, si thua, dhe të vendosen gjithmonë në funksion dhe në të mirë të shoqërisë. Kjo është qasja që kanë sot për shembull vendet e Evropës veriore sidomos, skandinave, dhe besoj se programi Lëvizjes Bashk e parashtron qartazi këtë qasje që ju jeni, do të thënë, ti vetë, zoti Muçit, ti je marksist, engelist, leninist, stalinist, enverist, apo në një tjetër me nga këto ist? Pra pikërisht, pra mbo them që programi programi okej, mora vesh, po ti? Po përderisa unë jam aty për të përfaqësuar programin e Lëvizjes Bashk, qartazi unë i përkas kësaj qasje, pra qasjes që brenda sistemit kapitalist do duhet të ndërmarrim një sër masash për të siguruar mirëqenien e shoqërisë tonë, pra. Dhe jo thjesht nuk jam për shembull i qasjes neoliberale, ku gjithçka përcaktohet nga tregu, çdo marrëdhënie dhe çdo pasojë pastaj që vjen në shoqëri. Ti je marksist modern. Pra unë jam social-demokrat.